14 edhe si opozit. Nuk jam të thonë mbështetja e zotit Haredina ka qenë gabim. Në asnjë mënyrë se nga 2014 ne kemi pas partneritet. Vendimi me shkumin e partinë pushtet që u ndërtu boni ishte gabim, se u ndërtu mbrana natës. Dhe zoti Haredina shkoi mbrana natës bëni kompromis u bë kandidat për kryeministër, nëse kujtohet, i panit. Apo kupton çit kuptimin ty fort. Dhe këtu ka qëndosh, do të thotë çikës ka qëndosh me ndor. Dhe më ne ka kushtuar aleancës jo veç 3 partive ka kushtuar në fakt. Kjo është 3, në çit kuptimin ty fort. Sepse çka ndodhi? Ne kret veprimin tonë opozitar 2014-2017 e mor vetëvendosja. Këtë angazhimin opozitar të asaj kohë 2014-2017 i shkoi kredi vetëvendosja ne shkuam në koalicion me një partim pushtet. Apo kuptoj për çka po flas. Zgjedhjet e kaluara e keni parë si gabim koalicionin? Jo. Pas asaj deklaratës tuaj në një emision tjetër përplasjet ka qenë jo nga ana juaj, në fakt akuzat drejtim tysh nga aleanca. Tash dalim tek ngëm. Unë nuk isha gabim kur koalicioni. Koalicioni është a ka qenë funksional apo jo, a ka materializuar votën. Ajo që po flet Maloku, ngëm. Primerisht që dëshmë këtu të vënë vendin tonë. Konstruktiviteti, racionaliteti. Ngëm. Politika për të hundre, të natë mirët që shetati, karakterizohet. Sepse, fatkesisht, në këtë ambientin tonë politik, leadership që ka një vizion që shë për të i brekut nuk ka. Prandaj, gjë e ma letë është etiketimet. Etiketimet, gjatë poteza politik. Ka njerë që sa merë vesh iq angazhimin të në politik. 9 muaj, si me thonë e kam parashikuar, s'po thamë, jam prekuar që kena marrë që të 9 muaj, prandaj ka qëndar vendin me ofru mërësi. Në kushte normale, në Kosovë 28 dhjetor, populli Kosovë do të me dalë me ndëshku gjithë ata që kanë pas mundësi me ndërtu institucionet që kanë ndërtu. Në kushte normale, një shoqëri pjekur, del 28 dhjetor, edhe si vot proteste, edhe ndëshka në radhazi, si pas peshës, për shkak se